mbaron. Po kjo është historia e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Koa Vision dhe me Klan Radio. Më shpresojmë që keni pas vikendin e mirë, keni shijuar atmosferë e mirë gjithandej, atmosferë festive. Edhe jemi këtu për minutat vazhdim me ju prit me telefonata, gjithashtu me ju prit edhe me informata rreth komunikacionit. Mirë se erdhe kolegja ime Maja këtu në studio. Se vjen koleg. Si ke qenë? Mirë. Mirë. Ne arë patë nevojë. Mirë, po aq isha i mirë, më thamë. Mirë, shumë mirë. Me 3 gradë Celsius po e nisim edicionin e sotëm të Drive Me Crazy, duke uru që nuk e keni ftohtë ku do shini duke na ndjek, nuk e keni ftohtë edhe nëpër kolona, edhe nuk jeni nervoz, kështu që uroj që për këto 2 orë sa kena me qenë bashkë, kena me u kënaq me tema të ndryshme që kena me diskutu. Në fakt e kena një temë, por si zakonisht ne elaborojmë edhe tema të tjera në ndërkohë. Kështu që po shpresoj që kena me u kënaq për orët në vazhdim sa kena me qenë në transmetim edhe me KTV-n, por edhe me Klan Radio në 2 orë të plota. 049-978-978 është numri joni i telefonit që pret informacione rreth komunikacionit për 2 orët të vazhdim dhe përgjigje për temën sot do të flasim. Do të flasim për traditat tona familjare që zakonisht i kemi gjatë fundvitit, secili prej nesh kemi diçka që kemi qef me bo çdo vit bashkë me familjen, bashkë me shoqërinë, kështu që sot po presim me na tregu se cilat janë këto traditat e juaja familjare në fund vit. Edhe një herë 049-978-978. Tash kolegu na tregon se ku jemi live në këtë momente. Jemi live gjithandej, po jemi live në 88.6 102.0 glamradio.fm, Glamradio 86, Koa Vision dhe Koa.net. Ky është Armen Recep-Agiqi. Disa kilometra deri tek rrethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës, pastaj e ngarkuar është dhe dalja e autostradës në Vetërnik. Me kolone keni edhe daljen e autostradës në Fushë Kosovë, nga zona industriale Fushë Kosova me kolon deri tek rrethi atje. Pastaj rruga Kim Ramadani me kolon nga udhkryqi i Menzës te komuna Dhana Sjelltas dhe rruga Tirana deri tek rrethi brapa stadiumit Fadil Vokri. Këto janë vetëm informatat e para që kanë arritur sa i përket komunikacionit për ditën e sotme, që kena me prit gjatë të emisionit na tregu ku janë ato pjesë më të ngarkuara. Përndryshe Petrol Company po ju pret në të gjitha pikat me derivatet më cilësore që bëni më shumë kilometra, edhe që bëni pjesë e lojës shpërblyese, sepse Petrol Company secilën rimbushje që e bëni veturës vlerë më shumë se 10 euro, e merrni një kupon, 22 kupona, 33 kupona, e kështu me radhë, edhe mundeni me qenë fitues potencial i veturës që po e dhuron Petrol Company. E kena telefonatën e para. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Tërna. Përshëndetje Nexhat, përshëndetje për ty dhe për Pejën. Çu kemi sot? Mirë, faleminderit. Faleminderit Nexhat, faleminderit. Të tregom cila është tradita juaj familjare çdo fundvit. A keni ndonjë traditë më të veçantë? Po mbihemi gjithë në shtëpi këtu, në Pejë edhe e festojmë të bashku vitin e ri, e presim bashku vitin e ri. Kush mlidheni? A jeni veç familja e ngushtë apo shkoni kështu edhe pak më? Veç familja e ngushtë. Veç familja e ngushtë. Okej, faleminderit Nexhat. Përshëndesim. Ditën e mirë. Do të takohemi prapë patjetër, edhe gjatë ditëve në vazhdim, edhe kena me fol për tema tjera për fundvit. Shkoj. Gjithat mira. 049-978-978. Mos harroni Enza po vazhdon me sezonin festiv ku kanë filluar ofertat magjike për ditët e fundit të vitit 2025. Keni TV set përveç 169 euro, keni dyshek doppio me 10 vite garancion për vetëm 299 euro nga linja e Jatash Bering. Pastaj kena tavolinë të ngrënies për vetëm 169 euro. E shumë mobilje të tjera e keni në super ofertë në Enza, kështu që vizitojeni përmes rrjeteve sociale nëse doni mi pa disa prej produkteve. Po më mirë është me shku direkt në showroom edhe mi pa nga afër, edhe pse jo me rifresku pak ambientin para festave. Çka po qesh? Po marr komente për atë palltën tonë, po mos po ta merr. Unë përshtoj Fiona, domethënë me do pallta, me do sa ne s'po kam nevojë me marr kur gjë me veti. Je kena nis me ndru tesh. Ndrojna teshat. Kjo është një lajm i mirë, po. Ata që janë në drejtim të kaftën ta jap që
Po, jo, çashtu e kena. E kena çashtu. Kolon e gjatë është edhe në rrugën Luana Radina, na falni, po rruga Agim Ramadani po mbetet me kolon, po dhe rruga Luana Radina e po shihet me kolon deri tek rruga UÇK. Rruga Tirana që nga shumë e ngarkuar për të kreti prapa stadiumit Fadil Vokri. E po mbetet me kolon edhe po mbetet me kolon gjatë për ata që po vinë në drejtim Prishtinës, një çast rreth Çaklavicës, kolon shumë e gjatë. 049978 alo. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Doja. Ku je më redoj? Mirë, faleminderit. Jo, çu jeni, a jeni mirë? Çka po bëna, e mirë, si ke kalu? Mirë, faleminderit shumë. Ka je ka qishet sot e doj? Nuk e di, u qetësova si po ju shoh juve. E keni fart, ta japum një fart qetësie. Ma mirë që si e afër neve, domethënë se ta shumë jep ndryshe qetësina. Si ke kalu? Mirë, shumë veç dje e kom pas një ditë fantazi. Çka ka pas dje? Tregona. Se dola me do shok të zorit me pi kafe. Edhe ju qita thash, sot pe me e keni ka një ombëlsinë dhe ka një kafe. Sepse vëlla çau bo, tash më ka fal zoti, ma ka fal zoti në nep, simpatik. Edhe në mes. Pa e pritesh. Po. A pse më doj kur ta don. Faleminderit që i pas ke qit kafe për neve, ej. Po për neve e kafjon. Se Fiona tu këshirt kur qenë ata, dhe thash. Nuk është menu dhash një anon muj ke pricë. Jo. I ka marr tazë, i ka marr rithën. Lezat kështu. 30 plus. Kry me krejt. Ka fal zoti, o mashallah, zoti ju rujt. Po doj të përqafojna shumë. Edhe unë ju përqafoj që kirush jam e simpatiku jam. Dajush jam, edhe unë kom qitë kafe sot për një daj që e kom bo. Një dajush. Po, e vërtet është. Se kjo do më thonë kur qetë kafe mirës dhe shtonau, dje. Në televizion nacional, gjithjush. Doj, tradita në familjen tonë për fund vit. Cila është një tradit që e keni për fund vit si familje? Më lidhën krejt, me një pa mesa doja krejt. Do më thonë, është kjo mbledhja familjare që... Nuk e pritni, do më thonë, vitin e ri kur vet? Jo, kur, heq. Gjithmonë keni musafer ose familjar ofër? Gjithë, se 6.000 kom, 13.000 pa mesa, me 2 juve, 2 15 për mbohen. Lusë na do një pa do mesa tjera, do stër një pa mesa, ka la vlak e bodoj që tash. E të brut që tash. O doj, të përshëndesim dhe të falenderojnë a shumë që na këthirë. Edhe unë jo përshëndes se ju dua. Pas një javë të madh. Për ndryshe mos harro me na ndjek nesër se e kena një super intervistë. Jo vetë, po edhe krejt ata që na ndjekin e kena një super intervistë. Kena me pas në studio Limanin, edhe kena me fol për albumin e vetëm e fundit dhe jo vetëm. Domethënë ka edhe të tjera gjëra që do i bisedojmë. Kështu që nesër prej orës 16 do jemi me disponimin. E patëm se patëm po. Nuk i dihet. Po thash ata thash jo dhe vet se janë edhe do pyetje tjera. Ose ju disponim se yllat janë kështu me. Po. Çashtu këta limon që janë herë ashtu, kështu herë të parë të vim pak më ato më interesant domethënë. Amo, çoj pa ta spihet. Në fund ditës. Lebre çoj, po duhet diçka tjetër pak më të mirë me fol, se tash çoj ndoshta për vitrinë nuk shkon. Po çu shkon çoj bash për vitrinë shkon. Nëse çoj shkon herë do kurdo, gjithë në mbledhit edhe në atmosferat më të mira e di që s'mungon çoj, por për vitri kryesisht janë disa pije, për shembull tarani, roze, tarani vera kuqe ose e bardh, gjithçysh do të mi pas në tryezat tona. Meqense po flasim për traditat edhe për këto familje të mëdha që bëhen bashkë këtë fundvit, diaspora na ka ardhur, diaspora po na vjen, e kemi parë gjatë fundjavës. Kolonat e gjata që kena i pas në kufi, fatkeqësisht kam prit shumë gjatë edhe është diçka që asesi nuk po t'i kalohet me vite tëra dhe di që po mërziten shumë, por prapë kur po vinë këtu po ju heket pak ajo mërzia edhe dëshpërimit që po e kanë në për kufi. Taranin e përmenda, por ka edhe mbi 2200 lloje të tjera të verërave edhe pijeve festive në Sirius Wine. Përveç kësaj, nga 1 dhjetori deri me 31 dhjetor ka qindra lloje të pijeve të ndryshme festive në zbritje, nga 30 deri në 50%. Kështu që ju ftoj me vizitu 3 lokacionet e Sirius Wine ose me porositë edhe online në siriuswine.com. Pini aty, bëni përgjedhjet për pijet që doni me i pas në tryezë në fundvit.
edhe le të festojmë së bashku. Hysi na ka treguar një foto, na tregon se pjesa nga fshati Vragolin në drejtim të Fushë Kosovës ose Mjuqas autostradës është kolonë e madhe, hys mirë se ke ardh. Pastaj kolonë është edhe dalja e autostradës në Fushë Kosovë. Kolonë e gjatë është nga zona industriale deri te krethi i Fushë Kosovës. Nuk di ku s'pas ka kolonë sot. Kolonë shumë e gjatë në këto momente është edhe pjesa nga fshati Shkapaj deri poshtë Veternikut, po i bjen se hyrje daljet në kryeqytet janë shumë të ngarkuara dhe jo vetëm edhe kryeqyteti thuaj se cila rrugë është e ngarkuar. Ju vazhdoni kështu na mbani të informuar, na tregoni për pjesë më të ngarkuara, gjithashtu na tregoni edhe për traditën familjare, ato traditat që i keni për festat e fundvitit, çka bënin festat e fundvitit me familje, çka keni një diçka që e bëni gjithmonë. E kam një diçka që nuk po du me përmend, se zakonisht i djegi përgjigjet. Po desha me thonë jena në 10 ditëshin e fundit të 2025-ës, edhe është e pritshme me pas ma shumë komunikacion, me pas ma shumë të lovin qytet. Kështu që s'kemi çka mi thonë tjetër post me bo durim, edhe me na që foto, me na tregu se ku ka kolon, po ma e rëndësishme ashtë ku s'ka. A ka na i vend që s'ka kolon? E ku s'ka, po... A kiti na i tradit? Po, me flajt në 12. Për shambull, unë e cime kemi ka një tradit, paktën na e kemi kriju për njëni tjetrin, tu në radio i bojmë dhurata njëni tjetrit. Po, e vërtet është. Na është më që se edhe konsiderojnë a vetën familje këtu në radio, i bojna dhurata njëni tjetrit. Këtë vitë cime ka përfundu, unë halo kërka, po... S'ka lidhje, vishme që edhe menja me të shku ka njerë mirë është. Po, e mirë shumë, e kom krye dhone, pas na kryti. Ja kom bli një Toyota, ja kom blim. Një Toyota? Pak, a din kështë, një Toyota. E ka një ngjyrë, po du edhe një tjetër mja blim. Me ngjyra e kom njës për ndryshe. Me që kom menu, kështë që u kry. Për ndryshe, për ata se për një me më ka ro me shkum vikendmi, po pak edhe po për një me ka vasti që bojnë kësi dhurata, po shumë e vërtet edhe ju mundëni me shku tek autotrade me i po shkoni një Yaris Crossin, një super vetur Yaris Crossi, më thone për shtashme edhe për qytet edhe për asje edhe dizajnin e jashtëzakonshëm. Është një farë zdim. Është një farë kombinimi mes Jaguarin me Yarisin, ka dal Yaris Crossi. Yaris Crossi, pak është pak më i nalt, është një Jeep si bëmbën kështu. Shkoni edhe shini 10 vite garancion, mos harroni, plus kish super oferta tek Auto Trade në Çaklavic. Edhe ne asoj përket. Po. S'ka shku menja. Po, ta kombinu me ato. Çe tjetra? Allah, përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim? Me Musën. Mus, prej nga puna telefonon? Prej nga Gjirani. A, ku je përp? Qa vëna i vitë? Se këtë javë Mus? Se është, vesh me përku që na shërliki, që na këshimi, që na... Qka ka lidhe këtu shërli, as po të kuptoj? Për jo, që na shërliki, që na këshimi, që na thonin qilë, që na bukurose. Qate. Përbarim. A kina i tradit familjare në fund vit? Fund vit, po, shumë kumë. Hajde të regona njënë prej tyne, qka kini që familjarisht me bo gjatë fund vitit? Ose edhe gjatë natës të ndrimit të motmoteve, a kini na i tradit? Po. Hajde. Kemi tradit me pre pule, me pjekën e me hangë. A mishin keni qaf me përgadit, ha? Keni qaf mish? Po, mishin pëse shkaq. Një va që kish me ro borë për vitëri, për parim. Se me vëra shi për vitëri. Ka ditë që këtë javë kena me pas pak reshje, po lexova që kena me pas edhe borë gjatë 3 ditëve të fundit të 2025, u gëzova ko gja shumë. Inshallah, lëmë Allah në këton të gjithë. Hajde Mus, përshëndes, gjithat mirat javë të mbarë. Tu Mus. Masi po ki qa pak ma shërli me emrin Mus. Po, si, me emrin përparim, emrin e kryetarit edhe me ndru Mus. Po qashtu po ka qef kjo? Ku me di që ka një? E ka ndru. Ati në Gjilan s'po di që shkojnë të parë për nashta qashtu pidhes. Nese, për Musën dhe jo vetëm, po për të gjithë ata që janë me para pagim tek IPCO, mundeni me shku me zgjidh një anën prej pakove, tip mini, tip super dhe tip max, që kanë shumë minuta, shumë SMS, shumë gigabajt internet që vlenë edhe në Ballkanin perëndimor, mundeni me marrë edhe internetin nëse jeni të shku me festu diku një jashtë Kosovës, me vete sepse i keni malirë se kete simat tek IPCO, njani prej dyqaneve të IPCO. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo. Okej, me në ndëgju për në ndëgjën. Po, me fol s'po fol. Alo. Kur na telefononi, largoni prej televizorit. Na dëgjoni përmes
telefonit ose nëse jeni vetur veç janë dalë një zonë radio se na dëgjoni mjaftueshëm mirë. 049978 informate rradhës që vjen për komunikacion na tregon se kolona është shumë e madhe për me dalë nga autostrada në Veternik, është një aksident trafiku atje, është shumë e ngarkuar rruga Agim Ramadani në të dy krahët, rruga Luan Radinaj në të dy krahët, rruga Tirana në të dy krahët. Alo, përshëndetje. Kam një lajm. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Leonora nga Gilani. Si e Leonor? A është emri mus Gilani fam shumë qysh Leonor? A Leonor? Emri Musa është i famshëm Gilan. Jo, veç po. A se që tha për parimi, thash Muskallez na i sen Musa atje. Jo, çfarë. Se u dola epi modës, thash ma shumë as dreni. Thash. Po de, hajde tregona çfarë tradite familjare keni për fund vet jo, në familjen tuaj. Na e kena tradit një ditë para vitit ri, mu qu, mu re, mu boll lam, e të nesërmit me festu. Qka je, të thonë, arreni kështu dhe me thonë familjarisht, a? Kejtë familje. Këtë si për parat. Nesërmit të na festojna, sikur s'ka ndohë kur gjë. Për qoftë një esene, ajde urime, të dua shumë, unë falë djeqë të më shumë, pa që ka të shumë. Ej, kalom shmirë, ciao. Kalom si mirë, faleminderit. Ej, Xhaneri po na përshëndet edhe ka kesh me musën. Xhaner ti i Gjilanit, vllavin i me tregona çau puna e musës në Gjilanti. Lebre se ky përparimi veç kështu e ka me çfarë. Jo, ka diçka le të na tregon Xhaneri se e dim, përndryshe me Xhanerin jeni me datë 31, apo? Yes. 31 me Xhanerin jeni. Edhe na ka dërguar një foto për na tregon për një pjesë ngarkuar në komunikacion që është pjesa nga Newborni për me dalë në rrugën Tirana, apo shihet aty e parkingu i pallatit që është po shihet shumë e ngarkuar në këto momente edhe kjo. Faleminderit shumë Xhanki. Tim lajmin e keq që thash, dje nëse zgaboj, ish më larg, hyna me pa parashikimin e motit për ditët në vazhdim, se jam të e prit borën, domethënë me padurim, jo për me kuq, po kështu për me pa me knoç me kuq. Kanë me pa hongër mesh. Edhe dje parashikimet kanë që domethënë me do atë 29, 30, 31 ka me pas rreshet borës. Tash po ma qet komplet sunshine me diell. Me diell është, se çata u dhonë ina me njëherë poshtë. Dje, po ta ndron ai vjon. Kum thonë, mos u koncentro se ta ndron për 3 ditë ta ndron. Edhe shumë u gëzova që përmenda bile para 5 minutave që ka me pas borë, u gëzova shumë. Tash kur hyna me konfirmu 4 grad, 3 grad me diell, komplet domethënë -7, pas ka me qenë domethënë minimala për komplet ditët në vazhdim. Po more kena më knosh. Ma eftofta natë, po ka me 30 dhjetor. Që telefonata tjetër fjon, nuk të vëjës dhe që kjo diçka me bëhet. Nesër këshyrim edhe një. Po më se përmen se jetu në largu. Alo. O, mirë mbroma dhe për ty, Batir. Po qështë e një mora e një mirë si ka. Qështë më nashe, Batir. Ti a je mirë, abresim? Mirë, me gjithë juve, po jeni Pulat. Jeni këtu mara ka shmirë. Qysh Batir? Jeni bot bukur ka shmirë. Faleminderit. Jena bokshës. Mos ma fërë jasimin për se kom qef vje po. Që të vetën kuatër? Mirë, start dal se më pak në zonë. Hallajde, mos të pinuj. Batir, tregona keni naj tradit familjare për fundit. A keni naj tradit familjare në fundit? Familjare janë din me nipa, me mesa, me stërnipa, bom, 30-40. Kete pas ka mu bashku. 30-40 veta. Apo merë një muzik gjalla, jo. Kush po kënon Batir? Batir garantja ja pas ka e sop njeri me shku atje. Ja festojmë ditëlindjen Gjyqes me një anuar. Tjetër? Po edhe kush mund të tani Aj gore. Po më pëlqen tradita me umbledh katë shumë familjar, bash atmosfere mirë. O, vaj, nuk mundën më arton. Po tash kusht monët. Sot muj. Po, ka la 2 familjarë na qëllu krejt. Vjen mirë. Batir, përshëndesim javë të mbarë ty. Po e përshëndesim Batirin e po e përshëndesim edhe ata që e kanë nxehtë këto momente, po dojnë me fladit. Po se hapni dritarën, po lëshoni kondicionerët e mides. Se i keni me termokos, dhe vjen shumë nxehtë, tani mund fladit pak. Nuk shpenzon, ka inteligjencën artificiale ta fladit vis radiatorin. Po çdo është ka çon nxehtë shumë. Me lëshu pak më flat. Përndryshe po kondicionerët midea i keni edhe për ftoft edhe për nxehtë dhe i keni me një inteligjencë artificiale ato ansu për zbritje. Mundeni
me i gjetë kondicioneret të Midea në daljet Prishtinës aty tek zona industriale. Bashkë aty ku është kolona vazhdon tutje deri tek rrethi i Fushë Kosovës. Kolon e gjatë është nga Slatina në drejtim të Fushë Kosovës deri te autostrada. Kolon e gjatë është edhe Çagllavica rrethi Çagllavicës drejtim Prishtinës Dana Sjelltas. Pas ka shku, se doshta me thonë alo. Kolon është edhe një pjesë tjetër që shumë kolon është pjesa nga fshati Shkavaj deri poshtë Vetërnikut. Këto janë informatat që po vazhdojnë po arrin sa i përket komunikacionit deri në këto momente 049978 po vazhdojmë po presim informatat e juaja rreth komunikacionit dhe po dojna me ditë se çfarë tradite keni në familje. Ajo Zoja tha na e kena një natë më herët traditën, tha kapun për lahun pak tani po çashtu ndodh në shumë të rasteve. Tani tha po ajo tregoi drejt. Tani tha nesër mi ta festojna për çapo mos atë jena anekni. Hajde shkojna deri në Olbut, këshiru Makamet na e thardhurata ajo. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja, sjelli kursimet në Banka Raiffeisen të përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Për më shumë, transferet nga jashtë në Kosovë bëhen me 0 komision, as kundë si në shtëpi. Banka Raiffeisen, make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofru shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E ndjetor me dhurata me gëzuma dashnit. Shumë çka na ka mësu. Po ma shumti na jemi mësu me to. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Kalor rrugën te përfitu. Kjo është bot. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Po trollova dhe kompjuteri, po thotë ka dalë se mi op me diçka. Nëse ju që jeni në komunikacion, se nashta se kanë kuptuar çka kanë ndodhur. Ju që jeni në komunikacion, vazhdoni na mbani të informuar sa i përket komunikacionit për ditën e sotme, na tregoni për pjesë më të garkuara një foto kur tini dalën ose nëse dikush është me vetur asnjëherë gjatë ngasjes. Edhe mos harroni me na thirr se po dojna me ditë çfarë tradite keni në familje, cila është një traditë që bëni gjithmonë për fund vet në 049978 është numri i telefonit ku mund të më na thirr me +33 për juve që doni me na telefonu në Viber. Mos harroni edhe me rimbush makinën me derivatet më cilësore tek Petrol Kompani, tek secila pikë Petrol Kompanisë mundeni me rimbush makinën me derivatet më cilësore. Edhe mos harroni me marr kuponin ju që rimbushni vlerë më shumë se 10 euro një kupon, 20 euro dy kupona, 33 kupona kështu me radhë. Edhe bëni pjesë e lojës shpërblyese Petrol Kompani, po ju pret me shumë shpërblime. Shpërblimi kryesor është vetura që ka me dhuru Petrol Kompani. Pra sa më shumë kupona, çaq më shumë shansa për me u bë me super veturën. Alo, përshëndetje. Alo. Që ky numër veç as po na ning kështu as çysho puna, apo mdoket është ai që na thirrke një farkohë fiun s'dia pe mon men, se thirrke veç me na zonin. A dhe në televizorin, s'ke nevojë me na thirr. Kjo ka në vitet e 90-a diku kur thesh shumë dhe veç bëj shumë. Po fyshum këtu. Faton urime ditëlindjen. Na ka dërguar një foto Fatoni dhe na tregon se Fushë Kosova nga kazerma Adem Jashari tutje po shihet shumë e ngarkuar me kolon. Edhe poshtë sot që Fatoni dëgjuesi, shikuesi, është i rregullt joni që na ka dërguar foto gjithmonë, edhe që kish ditëlindjen sot i gëzofshon. Nishen ama mos mendosh që po kalon veç me sikash, se veç mos pofsha. Alo. Sa le të kanë këta që i kanë familjar. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet?
Unë desha më ju falendru juve së pari. Për çka? Për një ndim që ma keni bot prante. Edhe i falenderuna Reshat Shehu se një shaque 280 euro. Inshallah janë thënë zotin dhe të mira. Familje e në truptina e kesh ka ka. Faleminderit shumë që na ke telefonuar dhe ju ke falenderuar Reshatit, po na se kena bo këto, ka bo Reshati, edhe po kryesisht mundohem hiç mos më majt se e di që as Reshati tash kam janë mirë, po çka më bo se ka thonë s'po duhet çaten. Po çka më bo Reshati. Njohja është viziti më i madh që mundet me pas një njeri, si në të mira dalin, herët avon dalin Reshato. Nuk është me rëndësi është që e ke gëzu dikën këtë fund vete dhe kjo është më e rëndësishme. Është edhe traditë disa familjeve që alase përmendën, domethënë që bojnë edhe gjeste të tilla, edhe ka besatash që po bënë edhe më të mëdha, se po mbledhin dhurata, edhe po dërgojnë për njerëz që kanë nevojë, për familjet që kanë nevojë, edhe i dërgojnë në shtëpitë e tyre. Dhe kjo është një prej traditave që mu më pëlqen mas shumë ti, edhe që shumë treja, shumë familje i shohim të bo gjeste tilla. Kështu që mu përmend që edhe bizneset, edhe korporatat e ndryshme e kanë kështu si qëllim gjatë fundvitit me organizu diçka të tillë, me ndihmu të paktën edhe fëmijët e cënueshëm, kategoritë që janë më të prekshme, edhe më mirë shumë kur shoh organizime të tilla edhe që mundohen me i pas krit komunitetet gjithë përfshira, edhe ata me një fjalë vjen shumë mirë që kemi edhe biznese të tilla, kështu që edhe ata kanë njerë javlen me u duar trokit. Jo veç njerëzit kështu individët që vendosin me bë diçka të mirë. Çe telefonat atje? Alo. Kush telefonon? Bahriu. Bahri prej nga Bënathir? Nga Bardhi i Vogël. Hajde Bahri, tregom, a keni ndaj traditë familjare? Bahri i madh nga Bardhi i Vogël. Po se tash u boj madh Bardhi i Vogël. Po de? U rrit, sa vjet i ka bo? Po i ka bo do, këgja. I ka bo do. Hajde Bahri, tregona për traditën familjare që e keni gjatë fundvitit. Valla, si traditë që mojnë menun mishin e pregaditun për fund vetë. Okej. Dolëm tem pak. E ki fjallë veç familja jote apo komplet fshati kështu jeni pak më aktiv gjatë fundvitit në përgatitjen mishit? Valla, komplet fshati kanë këtë traditë e mojnë. Po, çka përgatiti ma shumë? Çka keni specialitet? Specialitet na e sigurojmë mishin për këtë dimin e pret tani bek. Po? Edhe tani çka tjetë pitina? Qatë jetë tani e shkepëm. Faleminderit shumë Bahri, po aq gjithmonë. Hajde festat mira gjithë juve dhe krejt fshatit atje. Deshta mi tregu pak shpejt edhe për programin e Swiss Diamond Hotel Prishtinës. Ka shumë familje që vendosin me prit vitin e ri në ndonjë restoran ku i kanë ushqimet, muzikën e gatshme, edhe në këtë mënyrë ata veç festojnë. Po kjo është traditë se se përmendni kërkosh. Është gati edhe me shku bashkë në restoran, mi pas gjitha të gatshme, mja kërsit valles edhe me u kënaqë. Edhe kjo është traditë familjare që e kanë shumë familjet tona. Kështu që ju që ende s'keni vendos, po ju tregoj shpejt se çka ka me pas në Swiss Diamond gjatë fundvitit, duke nisë nga 24 dhjetori. Në vigjilin e Krishtlindjeve keni me pas darkë elegante, menu speciale për ju që doni me shku një natë përpara, ose me 25 dhjetor në ditën e Krishtlindjes ka me pas brunch festiv, ka me pas vizita prej babadimrit, ka me pas edhe aktivitete për fëmijë, një aktivitet kështu familjar, mandej me 31 dhjetor ka me performu Albana edhe Albina Kelmendi, ndërsa me 1 janar performon Irma Libohova. 038 400 040 është numri i Swiss Diamond. Nëse doni me telefonu, me marrë më shumë informacione edhe me bo rezervimin. 049978978 është numri ku po pret telefonatat e juaj, apo presim edhe informatat rreth komunikacionit, e të njëjtën kohë po presim edhe më na tregu për atë traditën që e keni në familje, cila është tradita juaj familjare çdo fundvit, çka është një traditë që e bëni çdo fundvit, po dojna me ditë nëse doni më na tregu në 049978978. Traditë jona në fundvit është domethënë me i blloku rrugët. Alo, përshëndetje. S'po di kam janis. Kush na telefonon? O, ku jema Naser? Se diçka jetë u folë shumë ka dole, tha shka u bo. Po, allo, në osim pa, është që pa televizori, pak ma qetë. Po, pak se në kra, thuj, pak se në kra, venin, zetë, që ashtu, jashtë, toft. Po. Mirë, falimderit, që shë ke pas vikendin, ti mirë? Po, allo, e mirë, lo kënë qenë e dy ditë.
Ta shkrua sot do ditë Arbainit. E kujna? Dimnit po filluar. Dimnit. Ai Dimnit, Arbainit, tash kush është ky? Okej. Arbain, është dita Dimnit që fillon. Po, nejse dimën. A gjenerata Ypsilon se këta X-is diçka. Gjenerata Z. Edhe një gëllë. Hajde tregon atë lutna se cila është tradita juaj familjare në fund vit. Allah, tradita jenë familjare si zakonisht. Ne se ai brevin e montojmë kërko fëmijë, dhurata fëmijëve. Bravo, bre, se kërkush do më thone, ja nesëm dhe në Albi Mall, dhe dhurata, fjona, përmen, janë i këti, hiq! Du me moni tabel, që tu, dhe mja nisë me vizatu. A e ki tradit për me bot pak të një dhurat për fund vetë? Së është më rëndësi kujna, po vish me abo një dhurat? Po. Me konë me pështu vish me një. Jo, ka një, po ka pasa gjohë, ka 2-3 euro blejnë këtë muaj djetëve. Qofshin edhe këto dhuratat që vinë, do më thonë, që po shumë bira. Çokoladë që në 4-5 euro. Po, dhe po. Ai mia gjohë sa e për muaj. Dhe që kam një kërkesë që ai shimi që jetë motën e vitit të ri, e kisha preferuar që të neset me hurën hamburg edhe me gatuar ishte që mos më shku edhe vitit tjetër se kur kë. Mos më përzije me këtë jo, është mirë mu mundu me gatu atë sa konsuman, mos me te pru se adina e së është vish një natë e vitit 3, po e në dhe do tjera, kështu që faleminderit shumë që na ke thirr. Ska zho, urime, faleminderit shumë, mos harro me pas Superbokin aty në tavolin, jo ti po krejt tjertë birën më të mirë që është bira numër 1 në Portugali, prej më të mirave në Evropë që e gjeni edhe në secilin market e na dhe jo vetëm edhe në për lokale gjithandej Superbokun. Shtem pak me fol portugalisht. Po shtem pak se ka ashtu. Po për ndrysh është po pak më interesant. Si ata portugez janë adin, po është ashtu interesant edhe në amballazh edhe. Që janë nisi kjo. Para me me pas, po nejse. Me pas pipën i mem. Deshta me të kallëzu për një tradit që ka nis me u bote institucionet tona në fakt Agjencia e Regjistrimit Civil. Vish deshta shpejt me tregu se është një informacion shumë i rëndësishëm për mërgjimtarët, se pavarësisht që vinë për qeftësim, ata kanë njerë mundon edhe gjatë kohë sa janë këtu me i kry do punë sa i përket dokumenteve, edhe aty ngecin, edhe aty kena shumë ankesa për shkak të orarit e të tjerë. Edhe para një ore Agjencia e Regjistrimit Civil në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme pas kanë treguar që kanë marrë vendim që me zgjat orarin e punës në një periudhë të caktuar për gjitha shërbimet në qendrat për pajisje me dokumente. Nga 23 dhjetori deri me 15 janar, shërbimet kanë më ofru deri në orën 18. Domethënë kanë me punu deri në orën 18, po. Ndërsa edhe dita e shtunë me 27 dhjetor 2025 ka me qenë ditë pune me orar të zgjatur. Kështu që një lehtësim pak a shumë janë mundu me abo mërgjimtarëve tanë që kanë nevojë për ndryshim, për aplikim të dokumentacioneve të tjerë. Kështu që uroj që të keni shërbimet e duhura gjatë kohës që jeni në Kosovën tonë të dashur. Na ka dërgu një foto Ritvani, jo po një video, na tregon pjesën e bulevardit Bill Clinton që po shihet shumë, do më thonë më ka tranu, qëta shpesho bulevardi Bill Clinton, s'pas ka hapsinas kështu, veturave, qenë ka shumë e ngarkuar, faleminderit shumë për këtë video të mrekullueshme që e ke bo, po thot vish për ty atin kështë që ju më dalë që ato lese e kanë të shku dikën më zbaj gare atin. Kolon shumë e gjatë është edhe për ata që po vinë nga Magjistrali Apej Prishtinë saksisht nga Slatina, kolona deri tek hyrja e autostradës në Fush Kosovë, pastaj e ngarkuar Fush Kosova nga zona industriale Tutje deri tek rrethi i Fush Kosovës. E ngarkuar është edhe dalja e autostradës në Vetërnik, e ngarkuar është qasja për tek rrethi i Çaklavicës. Sa e përket kryeqytetit poshtë po shihet e ngarkuar edhe pjesa nga fshati Shkapaj deri poshtë Vetërnikut, rruga Agim Ramadani në të dy krahat me kolon nga kryqi Menzës te komuna dhe ana Sjelltas dhe rruga Luana Radina deri tek rruga UÇK dhe ana Sjelltas deri tek rruga Tirana. Këto janë informatat që kanë arrit në 049978978 po thot problemi Ritvani kishte që pse unë thash ashtu se nëse për ty më dal pe di po bojna e gare. Nëse mund të me vazhdu me na dërgu foto, mund të me vazhdu me na tregu se ku janë pjesë më të ngarkuara, na jemi këtu edhe po ju presim me na tregu për secilën pjesë komunikacion kudo që ju jeni dhe po shihni kolona, thjesht na dërgoni një foto, edhe na kena me informu gjithë pjesëtar të tjerë në komunikacion me ju tregu ku janë ato pjesë më të ngarkuara, ku ka më shumë kolon e ku ju thjesht na dërgoni një foto.
Edhe një herë tema për sot për ju që na dëgjoni përmes radios, na tregoni cila është tradita juaj familjare. A keni ndonjë traditë që e bëni çdo fundvit? Për shembull, se thash nuk po du me djeg përgjigjen, po punën e dhuratave vetë se e përmendëm. Të paktën fëmijëve që kemi në familje, në të dy anët kemi qef me i gëzu me dhurata simbolike, thjesht më ju tregu që po mendon për ta, po ka njerë thjesht edhe një kartolinë që më mjafton për me i tregu dikujt që e vlerëson, je mirënjohës apo e don, qysh do të qoftë ajo formë, një kartolinë mjafton. Po shoh në për shkolla, këto aktivitetet që i kanë fëmijët e ciklit të ulët, punojnë kartolina dhe ja dërgojnë shokut, shoqes në klasë me disa fjalë të mira që i ndjejnë për njëri tjetrin, edhe kjo është një formë shumë e mirë për me bë traditë familjare. Alo, përshëndetje. Alo, ndalini televizorin, ju lutem, kushdo që ka thirr. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ndali televizorin të lutem. Qem fal. S'ka gjë. Mos është problem, kena kohë preso. Kush po na thirr? Alo. Ani mirë aulo. Jo, mirë, kush po na thirr? Besforti nga Peja me Gëmëdjan Prishtinë, ju përshëndese për familje, për vitineri, me stolisë, me krasin familje, edhe gjithas mija që dëshiroj mendimin e Zotit. Faleminderit, do të thonë traditë keni me stolis bredhin, me stolis shtëpinë, ambientin e shtëpisë. Bravo. Ashtu jo, bravo ty. Faleminderit shumë, gëzuar edhe juve, shpresoj që kena mundi prap. Për ndryshe për juve që keni traditë për me bë dhurata të mira, të çmuara, e keni stolitë të çmuara atarit tek Rubini, e keni linjën e diamantëve që mundri me shku me e blenë zbritje tek Rubini që është në qendër Prishtinës, është në Albi Modh dhe në Ferizaj. Rubin, mos harroni. Alo, përshëndetje. Ferizaj. Alo. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ilmia. Si Elme? Mirë faleminderit, jo, e një mirë. Stakna një zonin, moti, mirë faleminderit edhe na mirë jemi. Tregona Ilmi, çfarë tradite në familje e keni për fund vet? A keni farë tradite? Po, e kena një tradite, i morëm ato dhuratat edhe i lojna të jashtë. Edhe i thojna fëmijëve muqu, buzëqu heret edhe Mos e po të njëfë. Papa Dimri të vjen. Papa Dimri vërtet është fjala, se më s'ka lidhje. Po. Do më thonë, i merë një dhuratat, i shqit një teras, edhe ju do një fëmijëve, dilni se erdë Baba Dimri ja pru një dhuratat. Po, e unë do këtë e pa, që ato shkaj, kërsit i pak edhe shkaj edhe... Po, që si fore keti këshojnë. Okej, faleminderit shumë që na ke thirr. Unë i bada vendosë dhe gjurëm të këmbëve të Baba Dimrit, me bosa me të besueshme. Vendosi shumë, ajo tha, unë e di dha që më fund tipi blen. Unë ja dhokare të Baba Dimrit. Ma ka dërgu Amiri një foto, Amir të përshëndes shumë, edhe po thot tradita jam është çdo vit me i qu 10 deri në 15 kartolina në vit. Edhe ma ka dërguar një lloj kartolinës, domethënë që pas ka përgatitur për këtë vit, edhe që na diskutuam me fionën pak më herët, domethënë është një prej traditave për ata që vazhdojnë me mbajt, është një prej traditave shumë mira. Sidomos mërgata. Sidomos me qenë që aty në zarf me shti edhe na stan tjetër jo vish kartolina, din kështu që edhe ajo s'ka të shkotem. Edhe një kupon. Sidomos mërgata në konkurs ka ekzistuar Viber, WhatsApp, internetin përgjithësi që kena fol direkt me familjare, kanë pas shumë të shprehur dërgimin e kartolinave për festa. Tash nuk e di a e kanë hala, me gjasë jo, se tash po mundohen me ardh fizikisht, se na u ka lecu edhe kjo pjesë, po kartolinat kanë qenë në shprehje shumë, sidomos këto të fundvitit janë aq të bukura, aq simpatike me dizajnet të Baba Dimrit, dhuratave, bredhit etj. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Nashta ajo po. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, këtë vë është? Po, je drejt për drejt, kush na ka thirr? Unë e këmë thirr për qëtë emisionin që sa për me stolisë vitineri. Po, emrin tregona njerë. Dhe qytetare nga Prishtina. Hajde qytetare, cila është tradita e fund vitit në familjen tonë? Çfarë tradite kim familjen? Tradita e familjen tonë është asgjë, se viteri nuk është kur gjë. Është për ty. Se nuk është viteri është veç në vitit, kur gjë tjetër. Okej, do më thonë nuk e keni tradit me festu fare? Jo. Okej, dhe kjo është një tradit, po. Faleminderit shumë që na ke thirrur, po të përshëndesim, kalofsh mirë. Faleminderit gjithashtu edhe ty.
Faleminderit. E pas 4 ditë, po thot kur gjoj vish ndrohen datat, edhe kur gjoj. Vish pi 12 vot një rat majt, a din, edhe çash u krike varpune. Okej, po tash mirë që ka festa tilla dhe mund të më na mbledh kështu na mbledh si familje. Edhe sa më shumë festa me pas, sa më shumë me festu, më mirë se jena më afër familjes. Sa më shumë arsye me festu. Ka shumë festa që nuk I konsiderojmë, po na kemi qef me I konsideru si festa për shkak se bojmë diçka gjatë atyre ditëve interesant. Dalim pak për rutinë, stakosh me njerëz që ndoshta se takon një kohë gjatë, kështu që festat janë një farë arsye për me u mbledh edhe me qenë bashk me njerëz e zemrës. Mos harroni gjatë festave tuaja, cila do të jetë, ku do të jetë, u rrugove me pas në Tryez, ujin më të mirë në vend që duhet me pas patjetër ku do të shkoni me vete. A kena kohë për të telefonat? Jo, s'kena kohë. Kreça kena kohë, është më rikujtu, më na dëgju në glamradio.fm e vazhdu më na dëgju, sepse ne po vazhdojmë me Fionën anej, edhe mos me harru me bo ato që doni me bo gjithmonë me jap shumë dashni. Mos harroni edhe Jeta Baholli Hair and Makeup me vizitu në rrjetet sociale. Traditën e ka vazhduar edhe këtë vit me super ofertë për festat e fundvitit për krejt ju që doni me rregullu, me bo makiazhin, e keni një super ofertë tek Jeta Baholli Hair and Makeup. Ne jemi nesër, nëse s'keni kohë na dëgju, s'keni mundësi na dëgju në pjesën e dytë, për ndryshe jena bashkë edhe për një orë me Glam Radio në 86 dhe 102 FM. One, two, 1, 2